Asnjë person nuk është aty ku është rastësisht. Juve shikoni jetën e tij nga rrjetet sociale dhe ndoshta asnjëherë nuk e keni kuptuar se si ky person është bërë i pasur. Ju e shikoni atë nga balkoni përballë dhe nuk e kuptoni si ai person ka arritur të ngrej vila. Nuk po flas për rastet kur këto vila janë ngritur në mënyrë të palishme apo pasuria është ngritur në mënyrë të palishme, por në të gjitha rastet e tjera kur flasim për njerëz të cilët e kanë ngritur një pasuri në mënyrë të lishme, ata nuk janë rastësisht aty ku janë. Pra, suksesi i tyre nuk është rastësisht aq i madh sa është. Është kështu sepse këta persona kanë punuar fort, janë lodhur shumë, kanë studiuar fort, kanë mësuar nga përvojat e jetës, nuk janë dorëzuar asnjëherë, kanë dështuar shumë herë, janë ringritur përsëri, kanë këmbgulur dhe nuk kanë hequr dorë nga ëndra e tyre, kanë bërë plane të mira, kanë bashkëpunuar me njerëzit e duhur dhe janë sot të suksesshëm. Mos e paragjykoni askënd nga fasada e jashtme pa arritur ta shihni se si është aty ku është. Ju përshëndes.